Apo do me ta shkatru jetën. Shumë është e thjeshtë. Se ti vetë po do të mja shkatru vetës jetën, të jalon fojnë tjetër kuj. Dhe mon gjithë për ty i ka fojët aj tjetri. Pja jep, e i thujnë në vëllonin e jetës tonë dikuj tjetër. Për gjdo veprim që e bëjnë në një jetë, për gjdo zgjidhje që e bëjmë, për gjdo vot, për gjdo politikan që qesim në kryet shtetit me në drejtu neve, e vetë i ki fojët. Mirë mrama populli dashur, kjo është emisioni i 53 bashkë me mu, Fadil Veselin dhe jetën Zagjanin e njësa pak jetën se fojët vetë i kemë. Valla bëllë mirë ke njësë, me që mi kesha, jemi në emisionin e 53 Shqiptar dhe Fadili, në emisionin tonë më të shikuar në gjithmonë si pas numrav. Dhe kjo është një vërtet e madhe gjithmonë duke i falenderu stafin, njerëz, blerimin, me shok, kamermanat të njistat. S'ka përse edhe Gjithë shikus. ata që e bojnë punën me qef e knatësi edhe pa diskutim, falenderimi veçantë shkon për këtë audiencën tonë që na përcjellen edhe na manë në këtë emision, se ndryshe nuk kishte me pas kuptim, po mos kishte audiencë. A thash diçka në fillim? Nuk do është me trajtu shumë atë temë, sepse ke shumë i saktë dhe i qartë në ato çka vërtet na mujna mi bë vetës, nga njerë me vedije, nga njerë pa vedije, por që a ke pa për shembull politikant, edhe pse u bë buzë të folë për ta, derisa ka fushata, derisa ka zgjedhje, rrinë, qëndrojnë afër sene, kryen zgjedhjet, vijen e për pozita, marrin pozicionime edhe veç i shene për Dubai, ishe atje, ishe knej, ishe anej, ka dalë se dënë me... Më ka një t'i shka, vazhdo. Qëtë problem, ne? Mirë bone blerim që më dzere mu ndalje se Fadili ke të nëzirë një bujash mas iftarit. Jebe e hongra një hurme, ishin kanë shumë mira blerime dhe paka e Livorja kishmet këto, po ne shfryzojmë rastin të gjithë besimtarëve musliman, t'javurojmë një Ramazan të letë, agjerim sa më të mirë, ti harrojmë pak nervozat, senet se këto ditë e para janë një e lypë cigara, një e lypë kafe, në përdin, thejet pak aja rutina, po besoj që me ka i lajlak dhe qesim fund. E vërtet është, e vërtet, nashta e kësha lutë blerimin me mujt me gjithë, një kongë, diçka... Si ilahije, ndërkohë. është aja kënga shumë e mire adem Ramadanit, kur bëj shumë iftar, në ndërkohë në qofë se blerim viç mu nashta një pjesë sa e këndon vetë adem Ramadani, qështë do të qoftë na i përkasim besimit musliman dhe ne në gëzën kjo fest kur vjen, pa mas edhe në bashkën me njerëz tonë ma dashtun që vërtet ta shkoa dinamike ka bot vetën edhe po është po thuj se pa mundur me u bo bashkë. Aja kongë sare dhe gjaj, kështu me prejkën e sentiment, këgja shumë edhe me emocionën. Ramazani është edhe fest e bashkimit, fest e solidaritetit, ndihmoni sa të moni njerëzve në nevoj, njerëzve s'ka marë, pa e bot madhe, sepse dora thojnë du të ndihmon, pa e pakje dora tjetër, që shto është i thonje, ne po shkojnë edhe me dinamikin e emisionit tonë, jetën, shka në puna e një, këta është se, na, para pregaditemi për darsvat që vina, përdin. Po, normal, se zona darsma të roket në derë. I kena zgjedhë dhe materiale, njoni, pa projka si tiri. Ate këshirëm pamjën e... Hajde vlerim ta shojmë pak ta komentojnë e zëta. Po thët DJ, filani muzik live, japim zërim me qiro edhe punojnë edhe më lërë.
Blerim edhe Moler e lynë shpinë para se me... Janë kam ide e mirë. Fantastike, Hajtim fantastike. se para se me u martu zakonisht, këshyren njerëzit ka pak me regullu, na i hot nika, na i koritora, na i gjëzëntia, na i... Dvjen DJ me valak nërëzjetër. Valakin njeri jenë. Knej pak e lëgjën muziken, knej një tur valak. E qënë të limari. E vallani një Barcelet fantastike. Na i tregojna këto Barceletat me Gjakovar, sepse ata edhe i marojnë të mira, dhe kishë pas bo një shpallje për një të vdekur, edhe pytë në atë botë atë gazetën dhe thëtë s'ko mujtë me plëtsu krejt, në përshkrimin e të vdekurit, dhe të më kamet edhe pak dheni zbrazën, dhe të a bënë që të në fund vish me shru që shesëm edhe së gjukë shpis, që të rrugë dhe të mas e lezojnë, edhe një u dhe t'i punë. Blerima i dim se kërkuart i kanë qef me pas gjirafa, në kafsh shtepioke me pas gjirafa, na i dim, Blerim? Se rrinë në bërtë Gjakovarit e hanë në kojshi. E hanë në kojshia se... Nejse, jeton, po vrojnë dorsmat këngëtarët, një këngëtare jo që me u ba qefi, neve dyve bashkë, kërë e zgjedhë materialin, jo që na u ba qefi, qka tha për dorsmat tona këtu në Tetove, në regionin e Pollogut, për në kejtë Maqanin, një këngëtare për Shqipëris, e propozoj Blerim të alëshojmë të tankojnë edhe shikust, sepse pak në abulizoj. Tovarët, ose në agostivari, shumicën e rasteve bëjnë me perde dasmën. Si me perde? Me perde nuk lejojnë muzikantin që të shikoj bashorten e gruan, nusen, femrat e veta, dhe i bëjnë burat më njanë, femrat më njanë. Dhe muzikantët i vënë për para një perde, që unë si këngëtare do ha perden, them do të mbyll pra perden la. Dhe thënë është diçka që është shumë e bezdishme si këngëtare, do me thënë që... Në Maqedoninë e Veriut, nuk dalin muzikantët, por vendoset një perde dhe del e performon vetëm këngëtarja. Edhe kjo është shumë e bezdishme. Tani preferohet grua. Sa dasma ke bërë në Maqedoninë e Veriut? I ka bërë disa dasma, por shumë të sikletshme. Sepse... E gjithatë vëndet të ndryshme, zakonet të ndryshme. Kjo sën regull, kur gjonë hitë sën regull. regull. E vërtet është sën regull. Këshune, nashta është momente edhe, si me thonë, shkaku edhe pasoja. Na do të flasëm për shkakun si pasoje e kësaj vajzës, që e kanë marrë... që kanë thirë? Jo, ata kanë thirë me vullnetin e mirë. Edhe me vullnetin... Me knu, kjo, për me knu me bande tyre në vetë. Me i dëfry tëftuarit. Po këtë qëka është puna? Puna është që kjo vajza ndërume, na nuk e njohëm ka arë me pagese, për ndryshe pa pare kjo, as nuk e kishë marë mundin me arë në Pollog. Të regimet e tila ne kemi dëgju, jo vetëm për Pollogun, po në pjesë edhe të Kosovës dhe gjërat e tila. Po qka është shumë rëndësi? Kjo gjë që po e thot e ndëruar në fjallë, është edhe pa sakt edhe pa vërtet. Sepse mo Pollogu nuk është ai që shka qenë para shumë dekada, që kemi qenë të gjithë. Sot Pollogu e ndëruar numëron 2 universitete. Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe Universitetin e Shtulit. Dhe me të arriturat të jashtëzakonshme e me njerëz të civilizuar që kanë dalë kanë pa botën. Kështu që këto pralla mos shka në Shqipëri i mishicit e tila, sepse këto janë të pavërteta. Mund të ketë, se përjashtojnë si mundësi, në naj fshat të thellë malor, ku potencialisht mund të ketë edhe në Shqipëri, mund të ketë edhe në Kosovë, mund të ketë edhe në Lugin, mund të ketë edhe në Maltezi e Gjetiju. Kështu që i ke marë paret, Bane punën, Duhe në rotroni këti popullit. Të thëtë një momentet, unë mu dashke me ha perden me thonë do.
Për mi të regu ekipit. Po, mi të regu ekipit. Po, ekipi nuk... Dëgjon. Hajde, s'ka lidhe. Mos të vlishi gojen që shohër në anglisht. E përmene një emër të një regionit të cilin shumë sinqerisht na nuk e kemi në skenar, qëto, po du me bo muhabet me ty shkurtimisht, sepse merë pjesë edhe për debate televizive dhe flet, si duket kohët e fundit, se tha e Preshev. Lugin. Lugin, Preshev. Jo, Lugina kur thuhet... I përfshin kretë. I përfshin... E tekstualizën komplet gjë. Okej, Luginën unë po thamë, buja novësin Preshevën e gjitha ato vendet atje. Medvegj, buja novës Preshev, Lugin. Apo duket pak, sepse i përcjellim debatet, normal, se për të qenë pjesë në Breaking News, ti dush t'jesh informuar me debate, me sene, me shka pëndodhë. Apo duket që i kemi lanë pak anash, sepse emisioni jonë, qka mund me ba për Luginën? Jo, ta formulu pytje. Do më dhanë, televizionet tjera, debatet, politika, atë duket pak që i kalon, pak jo, po ko që si shumë anash. Këshore, kur e thu, qka mujna me bo na, si emision dhe si televizion, mujna me bo shumë, sepse une edhe nga informacionet që kam, nuk është mbulohen shumë mediatikisht këto pjesë. Edhe ideja është ata që ka mujnë me bo në bashkëpunim me neve për paregullësit për gjërat që i mundojnë ata që i shohin. Normal mujnë me dërgu videot. Edhe na me i diskutuhem, i transmitu, nështë edhe kjo është puna jonë. Edhe gjëja tjetër është që e tha Padili, i kemi lanë pak anash. Po, është e vërtet, mos ne e merë një për ters, sepse na e këna lanë anash edhe veten, edhe kështu që ju mos u dëshprani. Na nuk po dina me trajtu veten e lere më juve, por me gjithatë, situata në cilën ju gjendëni, vërtet na bie përbar edhe neve, edhe të gjithë njerëzve që janë përgjegjës që të kujdesin për njerëzit e vetë ku do të qoftë që jetojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. Po me gjitha ata, unë e lusë dhe kërkoj nga ju që të kryoni një urë komunikimi me neve dhe t'i ndojmë halët edhe gjithë shka që ne edhe ju e shohim së bashku të rrugës për me transmitu edhe me nëzirë anomalit që potencialisht... Bleri, me ndëjina të ja vazhda e kongëve, në emisionin e kaluar, në emisionin e 52, e kemi pas një mësus i cili i mëson fëmijët me një këngë për ta rikujtuar publikun tonë, nëse mund është Blerim, lëshona veç pak, kështu mbulona neve veç që ta dim për çka, pastaj do të tregoj çka ka ndodhur. Po. Për transferencë të publikut, Blerim kthena neve e tregum. Bane gati materialin mësuesi, mësuesi e ka marrë telefonin në dorë dhe i ka shkru Jetonit në Facebook dhe qka ka shkru mësuesi është teksti që Jetonit do të lexoni e ju do të shihni edhe me germa. Ramadan Osmani nga Kumanova na falenderon dhe na përshëndet. Përshëndetje nderuar Jeton. Uroj të jesh mirë me shëndet dhe gjithë familja. Shpreh falenderimet për fjalët dhe ndjesitë që keni përjetuar nga një video e kahmoqshme e imja me një grup nxënësh gjatë ushtrimeve për festat kombëtare. Me vije mirë që një gjest sado i vogël arriti të ndikojë tek zemrat e njerëzve, qoftë edhe për një çast të vogël. Unë jam mësuesi në video, shpreh konsiderat të lartë dhe respekt për ty dhe mikun tënd të punës në emision. E ndjeva të arsyeshme të shpreh falenderim karshi emocionit që shprehet. Shëndet dhe gjithat mirat. Respekt mësues. Gjërat tilla menoj që na u duhen shumë a shumë
menoj që ne duhet të kujtojmë të kalumin tonë, të shohim ka ardhmja, të bashkëpunojmë e të bashkërendojmë punët tona të cilat në çdo ditë më shumë janë të domosdoshme e të nevojshme edhe për gjeneratat që vinë. Publik i dashur, mësues respekt nga Kumanova, po kalojmë në Tetov të partneri jonë zyrtar Emel. Emeli me kemi thënë që është kompani e cila merret kryesisht me tepiha, tepisona, tepia për shkallë, me mallësitë që juve ju konvenojnë. Është rëndësishme vetëm t'i kontaktoni, ata vinë, i bëjnë matjet, i bëjnë prerjet, i bëjnë dizajnimin, qepjen, gjitha ato, dhe i bëjnë montimin. Po ashtu e rëndësishme me thonë se Emeli jeton përballë shkollës Liria në Tetov, edhe në të gjitha rrjetet sociale ku e keni Emel Carpet, është kompatibil me kërkesën e atina që donë mebli e tepijin, duke i ndihmuar edhe sugjeruar edhe për ngjyrat edhe për gjitha ato që kombinohet tepihu me orendit e shtëpive. Domane ban transportin, falas, nëse s'të pëlqen, ose si pëlqen dhe antarëve të familjes, e ndrën dhe e bjen tjetrin. Është përballë shkollës Liria, ju mundi me gjetë shumë letë në rrjetet sociale, në Facebook dhe Instagram, Emel Carpet. Faleminderit Emel që je me neve. Ne vazhdojna me dinamikën e emisionit. Do me thonë, që tu nuk ishim konë pa qenë rryma. Pa konë gjigjet që pa konë drita. Mas pari, na ka ndriqu i lumi Zot me djel, e pastaj kanë ardhur këto rrymat kështu që na mundsoj neve edhe kjo ledi me punu e krejt. Po dojna mi jam tregu në historisën në Kosovë, në cilin qytet ka fillu hera e parë më kallë lampa ose sjalica. Mundez sjalica. Po që elektrik. Lëshu a blerim materialin të angojna që të bashkë me jetonin? Kur dhe ku undez drita e parë në Kosovë? Si erdhi rryma në Kosovë? Do e kuptojmë bashkë në vazhdim. Më 1921 undez drita e parë në Ferizaj, pasoj makina me avull për prodhimin e rrymës. Një shqiptar nga Shkupi e ndezi dritën e parë përmes një akumulatori. Në Ferizaj nisi edhe vazhdoj. Pas disa javësh në këtë qytet u soll një makinë me avull e cila prodhonte energji elektrike. Avulli fillimisht ngrohej përmes naftës e më vonë përmes qymyrit, një proces me parime të ngjashme të termocentraleve të sotme. Më 1922 ndërtohet trafostacioni i parë në Ferizaj. Prishtina fillon prodhimin e rrymës me lokomotiv më 1922. Në atë kohë, energjia elektrike ishte vetëm për drita. Nuk lejohi pajisje të tjera që kishte dhe bëhej një dënim shumë i madh ai që përdorte të tjera. Kosova ishte thuajse komplet zonë rurale, pa profesionistë të lëmive të ndryshme, sidomos inxhinierisë. Në vitet 30 fillojnë punën hidrocentralet e vogla, një në Prizren, në Pej dhe në Mitrovic. Një organizim i tillë i ndriçimit vazhdoi deri pas luftës së dytë botërore. Më 1945 u themelua Elektro-Kosova. Elektrifikimi i parë zyrtar ndodh në fshatin Doganaj, sërish të Ferizajt, vendim ky i kuvendit të Kosovës. Në vitet 60-ta ndërtohet Kosova A dhe fillon degëzimi i rrjetit. Dekada 1970-1980 ishte koha kur Kosova ka shënuar përparim më të madh në historinë e saj. Ishte kjo dekada kur u ndërtua pjesa më e madhe e rrjetit elektrik të vendit. Elektrifikimi i Kosovës zyrtarisht u përmbyll në vitin 1983. Është rëndësishme, domethënë në dy momente, në Ferizaj edhe e ka ndezë një Shkupian. Për këtë gjeneratën beta, gamma, që shpjethojnë këta rini? Alfa, omega. Domethënë ta dini që në vitin 83, one jam konë kogja i madhë kura 74 kum linë.
Ma ko që im ka një rritur, kura ka në halat të degzu rryma, edhe... O Enar, djallit tempi, tham, nuk ke gudzu me shti sa një PlayStation, veç dritë. Deri sa degzu, se adim është shumë zërë më javë spjegu. Na me qëllim që për t'i eduku pak edhe këto generatat që pisojnë vetit gamma, beta version 2, tulli fare emni ZM, të të tretën, ka njësë furnizimi full me energji elektrike në këto rajone, edhe dritën e parë e ka kallë një shkupjan, e ka ndesë, se me kallë kështë i bjerë me ndarë. E ka ndesë, e vërtet. E vërtet është që pa dritë, menaj që unë jam i pasjenuar mas dy gjana, dhe më mas rrotës edhe dritës. Rrota, rakateli. Na i kena thë rakatela, sajna. Rrota dhe drita janë gjetje. Blerim, qërë jetu një shumë interesant. Shka thonë? Temerlek, ha? Temerlek, me një thupër që i gashëm. Temerlek, po ba se s'mu kujteke. Se Temerlek i kanë thonë asaj ores që e bojshin pleshtë me atë zingjirë në adhen edhe që është i kështë në gjep t'je lekit. Po ba që i... E kanë pas një va Temerlek edhe kështë. Që i kështë thonë i kështë thonë policit taj ma në shëtim dhëma e caate. Edhe aja njeke policit, va, e zonin i plak ka, pa djallin a i të nga. A shaki që pëngonë, thanë të mjekë që i polici, dhe përshka e thaj këmë thanë, ma në shëtin dhuma e cati, a i fakt të mërlekin. A një thamë, mësë gotë, sa se 11:15, alo ki vakt. Ki tha vakt, alo. Ki vakt, mësë gotë. Jedon, ti e marak, me u këthy, ama më shtinë edhe mund nostalgji kërë më këthen në për këto kohat e vjetra, sepse jo rasisht edhe rrymen e lëshumë si material, tash do shkojna me një material që shenë kohat e vjetra se gradualisht që ashtë peqojna emisionin. Lëshua vlerim kohërat e vjetra, lëshua, që shina lo. Shpareti, gjigimi qajt, pasoli, grosha të bluat e me mesh. Mare vlerim. Mare të vlerim. Zet! Që atë që të aja furra i shtinshëm do tesha, në i patiki me tera. Që është interesant, nga qërtejshin shumë se kom përjetu edhe në këtë kohë, se kur të lajshin që shtët, nuk u bëjkemi zhënu kratë, se po i qite kratë pak për të i lakshët e pijen. E lakshët e pijen, edhe këto kanë erë, tani pasaj kë kanë një... Kanë një kështë, shtini dur të mërë. Se nësë nga bona ujë. Atë kujtojnë vetë, mini soda në si. Vakt, tash i lutë i dhutë, qubre hin lojë. Jo, qubre krejt e ki me saunë me... 8 herë du të mi thonë atë të këqyën në Levan. Mullo. Mullo se njësë në shkullë, ki me shku. Mullo. Banë thot pi që dhe pak. Veç edhe pak. Betterfield. Better. Këshyre që ka në namin. Better edhe field. Edhe better edhe soni PlayStation, Play. Gom, jeton. Për shemull ma heret, blerimi besaj ma heret në kohën tonë, për shemull, kena ditë mja ba aminin bukës e me falenderu, për shemull, kryusin që përna mundësa me hangër, edhe këtë muaj Ramazanit është, dhe mund shumë i rëndësishëm për falenderime ndaj kryusit, që na për çdo ditë e falenderojna për senet që i kena, dhe mund, ja bëjshëm ma shumë kur të murmuran. Po, na kur tutëm po, në shahadetin se në olemeq. Qa dhe e falenderojna fartë. Ja, po, falenderojnë për tutës. Ma rallë, po. Do me thonë, për shkolla me një fotografi të ilustrune, qysha a konë 1985 për shamal Dorka edhe 2025. Që? 1985 a konë krejt të lutë, të thonë diqka i baba atje të e thonë atë, thonë jenë knena, krejt janë telefona, ma më duket, Berima është edhe baba në telefon? Po edhe baba. Edhe aja të ledzu diqka. Edhe baba. Që popull i dosh... breaking news, është aja, okej. Dëmon, këtu lejuat, blerim me për cilë breaking news. Edhe ti që jetu në pa, bane share, bane like, sërëzisht e kam. Kur gjabe nuk kushtan, edhe mos u frigoni se emisioni jonë nuk është politike e ronë. Me të thaj shefi i partis, ja këshe bo Fadilit like, ja këshe bo Jetonit like.
S'ka lidhje ke me politikë. Ka lidhje, ka qafella në politika ma... Mësë ishte njerë në telashe, zëtmi. Më në ke qesi me vivonës... Shërë që ka dalë, s'ki nevoja të veç me këqyrë. Veç këqyrë e knasho. Mire, edhe këqyrë mundësisht me këqyrë për jashtit. Po, që mos në një heqë më rena se po ta registranë Facebook i viewsin. Po, del aty, a dhe që dilë ke për shamëll do kolegëve tonë, në të bëjmë të nej partisë politike që e shanë shumë për shamëll, shkrunë të për shamëll, Fadil Veseli, watch, edhe veç të hinë screenshot, a zëndon filonin me shkon të këqyrë. Po, lënë më njërën të këqyrë, emisioni për shka, të bimi për shka, du me këqyrë programin. A e ke nëzirë për me këqyrë? Ju mërë për programin politik. Sepse, po, nuk do është me këqyrë dhe e kështë e bo konfidencial me ju mërë në shumë bazic, tash për shamëll, që blerimi më në bo, që këqyrë. Që ta bazi, që e vonës dhe, që? Pa e vonës dhe. Këse e vlerim, që sa thjeshtë? Pa, që ka që është një dygme. Një dygme. Edhe kafsht, e ka një farë organizimi, edhe e ka një farë... Pritë se që tu jeton du me ndërhy. Se zakonisht, kur pibojnë askenorët, do se në për në lidhe në keqë. Nej, se pelonat e ta lidhe që shdoj. Ja, lidhja nuk është tendenciozë. Ashtë kronologjike. Ashtë kronologjike. A e këqyrëm që se deshti me thonë, e nala blerim se kush që e nalë këta s'ka kërtihin. Se u lidhë ke jo politika, jo qeni, jo buka, jo amini, jo kjo. Edhe na e këta lëshu një material, kush është i zoti, mos i kuft i zi moti, po është shumë. E do me thonë se videoja, ju lutëm publik i doshër, vishë kuptën e shka kena deshtë me thonë, nashta dhe se leon heq jetonin me komentu, se ke vishë jallë shaplugin. Me 3 umi. Me 3 umi kështu, edhe këtë gjafellja që të ujin. Lëshuve... Në veti. A di, për që i zu. Veç njën e atë hongë dhe ta. E këta të shkrejtë. E nësim më rejtë. Që? Kjo son regëll, kur gjohë hitë son regëll. Allah e son regëll, billohi nuk në regëll. Mës t'ka qilu që e ka nga... Po e bobi ma cërët. Se ty për ma qësaj video, kur nuk dhe njeri... Vesh njeri mi a fut, ose me prej. Ose me prej. Ose e prej, na. Kur nuk din që ka dhe njeri ma saj video. Me skipu këtë video, se vish njoni hangër, aj që insistoj hypja atje, do me thonë i pak ma i shkath, do me thonë në veprim. Jo, ke e pat për një me. Edhe e pat për një me me shko me hangër. E pat për një me, edhe kjo lidhet edhe me politiken. Që e tisha, evja një groflan, evja se lidhet. Lidhet edhe me politiken, me nej. Se... S'menaj se ka kush menat. Pse lidhet me politiken, sepse njerës që e kanë për një me... Hecin edhe hajnë. Më rinë të sahoni. A ta tjerë që u rokëshin shka dëshin me thonë? Jo, ata roken nga pak nasia që ata nuk për më rinë pjatën, edhe poshtë atje bohen, karabaj bohen atje për... E disha që me lanë tash këtë. Shëna i kongën, kë e lidh. Shëna i kongën, po vje bobi me Macerati, bre orë ti mram të dhaj që më të unis me orë. Blerim, pëndrojnë atë temen, këto dit, a i spoku që e kena përmenë në televisione. Lema mu. Sa drejtoa, pa qarës drejtimi. Edhe ja, sërëzisht nuk lujtë qëto.
Një midhnu. Nas lo, nas i prej fejt, as prishi golat, sërësisht e marrë golat për vete. Këmi prish, edhe ato rjetat këmi prej, krejtë. Dhe me këna pas një koj shi, atje në katën Ja, për një me në ala kes, të kërkajnë djesë vazhda. Ja, kështo, zhopë e drejtore. U shtrengove farë, dhe ngreje sede në vep. Që se qita gjokësin për dy sikor. Ma sena nera. Se ty si jemi Këna sëka. pas një koj shi, blerim e si kalëzoj kërkujna. Për shumë të kalëzën në bezë, blerim, veç ty për të kalëzën. Veç ty për të kalëzoj. Kër e muj shumë futbol... A kena ojë rekordin? Mëse lëshoni këto në live, apëtë? Kër e muj shumë futbol, 3-0, 4-0, 5, si a bajshën 5, veç i ka për kështyllat, si e në kontatina atë dronat. Po. I merke, kështike nërësit, ladhe topin edhe hecke. Se në sluj. U duke na me ludi qysh, ama mes me mojt. Edhe aj me konë të në kuën luj. Kryesori. Si të shumë në 4, ose në ora 16:00, do më deri në ora 21:00, aj gjithmonë u Gjithë edhe gjithë duke topin aj me pas. Po se aj ta merke topin. Po, topin të merë. Ta merke topin. Ta merë topin. Ne po shkojna pak, unë dhe ishta mja plasu jetonit topin, kështu, po kësë më lasë, o bona kështu, Hajde, gjuhet. Kema pas këtë spakun që ka bo shumë në Shqipëri edhe është shumë e rëndësishme që prokuroria në Shqipëri po i merë edhe disa kolegë tonë në përpytje. Në përpytje? Edhe në përgjigje, e pishtin ka pak në përngushtën i pipresin atë gazetarët, i tonë, shka kjo punë? Gjithë që të pare, kishë pasë që një shka punë. Në më thonë, në jetë ku mbo gogja shumë eksperimente edhe jam jo konvencional, jam nashta për një pjesë të shoqënisë jam edhe i papranueshëm, sepse unë nuk kërkoj votë. Unë nuk kërkoj votë edhe unë them ato që unë e ndjej. Edhe që më naj. Edhe djetarët më të mëdhaj ndjeja kanë thonë njerëz më të urryer janë ata që flasin të vërtetën në versionin e tyne. Në më thonë, e vërteta është relative, sa më nështë ti me pas të drejtë, kam të drejtë edhe onë. Poveç. Sa mirë një përmi. Një anë adi shka ka thonë. Momentin, vlerim, që do të më adhon një graplan, mundësisht tani në montaj me ba bardhëzimi ashti një muzikë. Apë dhe ashtu që le të bëhet hit që kjo, le të bëhet viral. Kështë të më pëndë me nala? Jo, ta shkon për shumë kamera si zonë, në montaj, apë dhe shkon për kamera, e shkon një par muzikë. Melankolike? Edhe unë e thamë. Momentin kur kuptoni që jeni në anën e shumicës, ndaluni edhe mendoni edhe fillani me ndryshu. Mjaftën kjo sa për. E mirë se kjo e ndrejtë, që është më talë. Jo, me sanin, kjo e mirë, kjo e mirë. Edhe, kështure, qka me na jone për spakun edhe njerës që pimarë në pyjtje në spak. Ideja është shtu, Fadil. Ti më nëshë më më thoni pa dishëm, edhe pranoj se ti mund t'jesh më i dishëm. Ti mund... Falenderë, Blerin. Ti mund është me thonë që nuk din me aktru këtë drejtë se ti mund t'jesh aktor me i mirë. Ti mund është me thonë nuk je shumë i bukur, ka mundësi që ti je më i bukur. Veqe. Aja nuk diskutohet, do ma po me publik i dashurat diskutohet. Veqe. Më thirë shteti. E si dhe më spoko. është shteti. Më thirë. Edhe pse thirë? Sepse ke vjedhë. Sepse pa vjedhë, ata nuk thire. Marën e magazep, unë për vetën tem, nuk di, më thirë, dikur në telefon, më bo, pala, e një zoti Zogjani, po, do të mu parasit në progori për çka bre? Ma ke vjedhë. Ke vjedhë. Unë menaj që qatë moment, Fadjet, do të më lutë me thonë, o Allah, jem këtë mujtë shajtë Ramazani, merë mash vjetin. Se që të kryet me mu, se unë me hinë në derë, edhe më të po kej të dalë, ama ti plët shmek, se delë kështu aj, delë me fotolëk.
A kom thano në televizion dhe del kështu, ma mori ai telefonin dhe... Jo, gam të kanë thirë që e keshti dorën magjet popullet lësh. Vesh pak ti të tregoj jetonit. E keshti dorën dengu. Dengu, atë kujtot kur të isha une. Se një ma i ranë me nëj, se ta shina edhe në mujtë Ramazanit pak jena edhe pak të prekë sham jemi, pak ma të lidhë në feje edhe gjitha ato. Se një ma i ranë me nëj, se kemi fëmijë shpi, me shku me pare të vjetë ose të fituara, prape tham, me shku në shpi në shank, ose në tavolinë mi qitë, mi thirë fëmijën, mi thamë, hajde në gjion pare të vedhë. Hajde baba, sa ka fitu baba sot. Apo mervesh? Po, e shka ku fitu, e kom shti njonin polici. Ja kom marrë 5.000 euro, e kom shti në polici, që a i duhet me punu 4 vjetë mi nëzirë pare që ja kom marrë unë. Apo e kuptan? E marrë Allah. Qërë, a di qka problemi? E vetë mja gjo që amoraliteti edhe hajnia, ose korupcionit a shpitojnë me shkollët, për një me janë të patolerushme. Qështë me thonë? Në kitë mosh, më të thonë me orë më të lidhë dhe më të vetë fëmija, për çka të lidhë në Bob, vëllaj, Bob i kon vjetë dhe pare. E qështë për preti tash fëmija me konë në rrugë drejt. Po me ne u bon pak, në ashtë ajtë të prumë, po ajtë të ndjekun... Ajde pak që atë shkurt, storjen edhe... Storjen e kolegu tonë. E diskutujmë edhe pak ma storjen. Jo, se kina një... Shë e pak zonë dhe? Jo, ishim ullur me prokurorin në një kafe dhe pa dashje mori celularin tim, ja solla të tjenë edhe mora tim. Do me thonë, ajde, publik i doshër, që shka deshti me thonë, që unë jetoni kena iPhone-a. Për shemëll, kjo është spaku, prokurorim ka thirë mu, unë e kam të barë telefonin, jetoni ka zi. Edhe tha, jo, nuk ishte qështje pytjesh për hajnije për kësi sene, po i nga të rumë telefon, atu një mora spaku, pas ta ju këtheva. Mani me onë, Mase, po shkojmë, shënaj kamionin se në Tiran, spaku i ka të razu Shqiprin, bile kemi informacione jo oficiale, po ka ndalë gjithanin për media që një ekip i FBI-it edhe CIA-s ka zbarku kësajde dikun. Në Balkan, po që informatat që kena të pa konfirmume, dhe sa të konfirmojna më rëndësishme me cek, po na shkojna qysh. Shka po ndodh atje të Tirana, të Bashkia Tiranës, e kam bru një kamionet madhe. Edhe pi marrin të dokumenta. Jemi tek Bashkia Tiranë. Erion Veliaj, vion, prishjen, fshehjen dhe manipulimin e provave. Ku po shkojnë këto dosje? E që vlerën. Vlerim hiqe, jeton. Po shkojnë me një marketing publik, mos në ndroni se do e lëshojna një krye bashkjak. Pas marketingut, shembol, edhe do të vazhdojna muhabetin e kësajna. Do shkojna me krye bashkjakun jeton pas marketingut se pas ka hec kuha. Dhe më thonë, publik, nuk e di juve apë ju hec qështu që shpina hec neve. Dhe më thonë, me nova minuti 4. Hajde shkojme marketingu dhe të thejemi të vazhdojna. Publik, koha ka shku, na ishim të prishja e dokumenteve jeton që tha, pretendoj videoja e incizuar nga një zonjë që e ka emër dhe mbi emër, besoj, po i prishin, tha, dokumentat. A që shumë kanë mund të lavere që me kamiona mi bajta? Në fakt, unë e kumë pa disa video, po ka qenë e pa mundër mi nëzirë, që brenda bashkis ka ty mu shumë, nga jashtë o gjakat e bashkis, gjë që janë ngrit dyshime që dhe janë ndjek shumë dokumentacione brenda për brenda bashkis. Ne thamë që do të lëshojmë atë krye bashkjakun që e ke zgjedhë ti për të ba paralelen. Në mes të asaj dhe kësaj. Lëshua, blerim të ashojmë. Vjetër druri e mbuluar me rushin e pjekur që nuk e mbledh askush, është hyrja një shtëpie gjysmë të rënuar, ku brenda saj jeton ish kryebashkiaku i Korçës. Robert Kotmillo drejtoi bashkinë e qytetit nga viti 1996 deri në vitin 2000, por sot jeton kështu.
Unë punova 29 vjetë si kryeingjiner i ndërmarrjes të frigoriferëve në Korçë. Pastaj si kryetari i Këshillit të Bashkisë 4 vjetë dhe 4 vjetë kryetar bashkie. Fisnikëria dhe ndershmëria janë virtyte që pak njerëz i gëzojnë në shoqërinë shqiptare. I tillë me sa duket pas ka qenë edhe ish kryebashkiaku i Korçës. Ai sot ushqimin e siguron nga një fondacion i huaj. Mua vjen shumë keq që thot kryeministri 6 kryetar bashkie janë në burg. 4 ministra ku diun, është rëndë që burgosen. Njeriu që nuk përfitoi kurrë të mira materiale, por respekt e dinjitet, ka një mesazh për drejtuesit e sotëm të vendit. Qofse pranojnë të zgjidhen në pozitat drejtuese të këtilla të shtetit ose në për një qytet, duhet t'i thonë vetes që duhet të blokojnë çdo pasion për pasuri, çdo tendencë për të pasuruar, ndryshe nuk mund të drejtojnë. Qështu janë njëjtë kryetar të komunave dhe të na. Populli dashur e pat një njeri që ka qenë kryebashkiak, kryeinxhinier, ka prodhu frigorifer, vlerimi e tha shumë mirë, edhe që ata kishëm edhe na ide me tha me jetonin që edhe kryetarët të këto në komunave kryesisht qështu janë, dhe ma s'ka më di qarës pasurie, s'ka ngrit. Qërë shpejt se jena në fund fare dhe kemi kalu shumë. është shumë më rëndësi mu potencu që të na në shoqërinë tonë qoftë se një hajdot në politikë e sheni me kjerët mira të bo fiskultura, na Fadile e mblenë tojna qërë kjo është e për këto që ka jetu me nder, I thojnë budal. I thojnë budal se qërë që ka pru veten në këtë deregje, veç që tini të sigurt që edhe te një ftyre si kallëzëjke, edhe i mirë, edhe i pasër, edhe që shkon në dynja pas një ngarkes. Duhe në rotroni këti po. E vërtet është. Kryetarët tonë komunave shojnë emisionin se jam bind për këto, dhe më në shojnë edhe besoj që do e shojnë vetën se cilin njeri pak, po jo, sidomos ata që kërkojnë votën e na japim dhe i qesin në pozitë. Fadel, unë një gjanë nuk e kuptaj, më falë, se kam shumë drejtësishme me thonë. Qysh me menon me marë pozitë? Për shamë, po të ma ofrështi një pozitë. Edhe për thuje të në hajtë se për du më të adhonë një pozitë. Unë e gjoja e parë që këmë të vetë, këmë të thonë, sa është rroga, Fadel? Rroga është 800 euro, pezem. Fadel, falim dirët s'me me ardhë. Ama aja diçka të thotë, Fadili, për shamë. Po. 800 euro i kinë letër. Po. Një 1600 euro... Me shku me vjedhë? Jo, jallë shojmë në i kujtë familjar. A e krymë. Jo, nga. A e krymë. Publik i dashur. Në rjetët tona sociale. Dhe ma në Facebook, alcat.mk, në YouTube, televizioni Alcat, i kene emisionet tona. Për t'i parë lajmet më të sakta në Republikën e Maqonisë, shkoni të webpaqja alcat.mk. Gjithashtu jemi prezent edhe në TikTok. Emisionin tonë jeton mujnë me pa vetëm në kanalin zyrtar të Alcatit. Nuk ka kanal të vetin. A pja fut një vo për Blerim? Blerim, fut jam vo qështu të midis, qësh jena? Qësh jena është? Qështu ja këshum vo me pas fuqina. Jo, mama, hajde. Hajde. Klan. Qështu? Krisi da ja o kënë pëndë. Hajde. Lena Blerim qështu, lene dhe të rejën ata, na po shkujna kadal, mirë po që në emisionin tjetër. Qështu keni me përfundu krejt të urejt. Agjerim të letë, shihemi javën tjetër, respekt.